Atëherë, ndoshta është mirë që ta nisim bisedën fillimisht me idenë, se si lindi ideja për të realizuar një repart të tillë, një shërbim që ka qenë shumë i nevojshëm për qytetarët e Kosovës. Mungesa është faktikisht që 2 dekada më shumë, është një mungesa, edhe pse ka ekzistuar si shërbim në sistemin privat, po sigurisht që edhe shpenzimet kanë qenë shtrejta, dikush nuk i ka pas mundësit, kështu që për një kohë gjatë faktisht iniciativa ka ardhur prej klinikës tonë, edhe një kohë gjatë jemi mundu që më në fund me pas këtë lloj shërbimi, që është realizuar tash, kemi pas mbështetje prej Ministrisë së Shëndetësisë, prej qeverisë, kanë kuptuar rëndësinë e kësaj teme, se është faktikisht një probleme me implikacione më të mëdha se sa vetëm shërimi një çiftit për me pas fëmijë, do thotë ka ndikime edhe demografike, kur na jemi tash të vetëdijshëm që numri i lindjeve në Kosovë po bie, kemi emigracion, kështu që edhe kjo është një kontribut që të ruhet demografia e Kosovës, ka një rëndësi për te, domethënë shëndetësisë, po ka rëndësi edhe në nivel më të lartë. Doktor, të flasim pak edhe për kushtet. Cilat janë ato kushtet që duhet i plotësojë një çift për qenë pjesë e këtij shërbimi? Na sa i përket kushteve materiale ose tjera nuk kemi asnjë lloj kushtet janë shëndetësore. Do të thotë përcaktojmë cilat çifte mundin realisht me pas sukses. Në rregull. Janë një grup i testeve që na bëjmë kur vjen pacienti për herë të parë dhe mbas asaj caktojmë cila është mënyra më adekuate e mjekimit. Nuk ka nevojë se cili çift që vjen për me mjeku mirë nështrua IVF-it. Na ofrojmë faktikisht këtë aspektin e mjekimeve, tu fillu edhe operacionet, që janë operacionet endoskopike, laparoskopi, histeroskopi, mandej procedura diagnostike, pjesën më të madhe të shërbimit, domethënë kemi të mbulum, edhe në bazë asaj na përcaktojmë cila është dikush ka nevojë nështë një operacion, me çatë operacion realizojmë që me kriju kushtet marrëdhënie shtazania në mënyrë natyrale. Ai numri i pacientëve të cilët duhet të nështrohet in vitro fertilizimit, janë disa kritere, fatkeqësisht mosha të femnat është një kufizues të femnat e konfjala, fatkeqësisht. Këtu po lidhna tash me suksesin in vitro fertilizimit, me shpjegu pse është mosha me rëndësi, dhe pse mosha është tregues më i saktë se sa dhe krejt hormonet, analizat të femnat që i bojnë.